Në Maqedoni kanë arritur vëzhguesit e parë të Odirit për të ndjekur procesin e zgjedhjeve parlamentare të 5 qershorit. Pritet që numri i vëzhguesve të huaj të arrijë në 320. Odiri do të vëzhgojë edhe zbatimin e ligjeve zgjedhore si dhe mënyrën e financimit të fushatave të partive politike. Nga Shkupi njofton Isak Ramadani. 12 ekspertë ndërkombëtar kanë arritur në 2 ditët e fundit në Shkup dhe ata përfaqësojnë vendet e ndryshme anëtare të OSBE-s, duke përfshirë Shtetet e Bashkuara, Rusinë dhe Ukrainën, pastaj nga Norvegjia, Suedia, Danimarka, Turqia dhe vende të tjera. Shefi i misionit vëzhgues të Odirit është Julian P. Yates nga Britania e Madhe, jurist dhe diplomat i cili ka përvojë me vendet e rajonit. Ka qenë zëvendës shefi i misionit të OSBE-s në vitet 90 në Maqedoni. In addition to our 12 staff in Skopje, we will have 20 long-term observers. Ai tha se përveç 12 anëtarëve të misionit, nesër do të arrijnë edhe 20 vëzhgues afatgjatë dhe prej të hënës do të shpërndahen nëpër tërë vendin. Në këtë mënyrë misioni do të jetë plotësisht funksional. Our mission contains a standard media monitoring. Misioni vëzhgues i Odirit ka një komponent standarde për vëzhgimin e mjeteve të informimit dhe rolin, kontributin dhe balancimin e tyre gjatë fushatës dhe zgjedhjeve, bëri të ditur zoti Yates. OSBE-ja është duke u kërkuar vendeve anëtare që të dërgojnë 300 vëzhgues afatshkurtër për të mbuluar ditën e zgjedhjeve. Misionit do t'i bashkohen pjesëtarë të parlamenteve të shteteve anëtare të OSBE-s dhe të vendeve të tjera për ta vëzhguar procesin e votimit. Misioni gjithashtu do të vëzhgojë zbatimin e kornizës ligjore të zgjedhjeve, përfshirë rregullimin e financimit të fushatës parazgjedhore, punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe procedurat e ankimit më pastaj, me që prej tash ka zëra se mund të ketë manipulime me votat. We recognize that these elections are an important test. Këto zgjedhje, tha shefi i misionit të Odirit Julian P. Yates, paraqesin një test të rëndësishëm për pjekurinë demokratike dhe vullnetin politik në të gjitha aspektet, ndërsa sugjeroi që të gjitha palët e përfshira të kenë rol konstruktiv. Fushata zyrtarisht hapet më 16 maj, ndërsa zgjedhjet e parakohshme parlamentare mbahen më 5 qershor. Parlamentit prej 120 vendesh si vjetë do t'i shtohen dhe 3 deputet nga diaspora. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.